24 pro, 77 kundër, abstenim nuk ka, kërkesa nuk miratohet. Teksa në Shqipëri çmimi i naftës është më i larti në rajon dhe ndër më të lartët në botë, deputetët socialistë kanë refuzuar kërkesën e Partisë Demokratike për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të nismës së saj ligjore për uljen e çmimit të naftës. Projektligji i cili u prezantua nga deputeti demokrat Eno Bozdo synon ndërhyrje të menjëhershme në raste krizash dhe i lejon qeverisë hapësirë ligjore për të shqyrtuar uljen e taksave, të cilat aktualisht zën mbi 60% të çmimit të naftës. Qeverisë hapësirën ligjore të shqyrtoj uljen e taksave që rëndojnë mbi çmimin e naftës, si për shembull ajo e qarkullimit, për të cilën shqiptarët si asnjë vend tjetër e paguajnë 2 herë te kolaudimi te kontrolli vjetor i makinave, po edhe tek litri i karburantit që furnizohen. Ose ndryshe taksa e karbonit, duke sjellë strukturën e çmimit të naftës shumë të shtrenjtë. Koncepti është shumë i thjeshtë. Çdo teprisje të TVSH që vjen si rezultat i rritjes së çmimit të krizës energjetike dhe që në thelb derdh më shumë para në mënyrë të pamerituar në thonjza në arkën e qeverisë, shkon automatikisht për të ulur akcizën në të njëjtën mas. Ky parim universal i ndeshmërisë sociale siguron që qeveria të mos pasurohet kur rritet çmimi i karburanteve dhe kur shqiptarët varfërohet, siç është në fakt duke ndodhur sot. Por për socialistët shqyrtimi i projektligjit për uljen e çmimit të naftës nuk është diçka emergjente. Kreu i deputetëve socialist Auland Balla refuzoi përfshirjen e nismës në seancën e 16 prillit, duke thënë se projektligji do të shqyrtohet pas 3 javësh. Megjithatë, Balla i parapriu refuzimit të projektligjit edhe në seancën e 30 prillit, pasi deklaroi se çmimi i naftës përcaktohet nga bursa, duke shmangur arsyet reale që nafta në Shqipëri tregtohet më shtrenjtë se kudo dhe që lidhet me taksat e rënda qeveritare mbi çdo litër karburant. U tha këtu se nafta në Shqipëri vjen më shtrenjtë se sa në vende tjera. Nafta është mall burse. Shqipëria sot blen në bursë. Aktualisht në Shqipëri nafta po tregtohet me 220 lekë për litër, duke vënë në vështirësi serioze disa prej sektorëve më jetik të ekonomisë dhe duke ndikuar nga ana tjetër në rritje të shfrenuar të çmimeve për mallat e konsumit, sidomos ushqimet. Qeveria e kryeministit Edi Rama, ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, nuk ka marrë asnjë mas për lehtësimin e taksave, me përjashtim të një ulje të papërfillshme të akcizës, e cila hyn në fuqi vetëm kur çmimi i naftës shkon mbi 220 lekë për litër.